Një trev shqiptare për te i kufirit politik, aty ku tradita është mbajtur gjallë brez pas brezi. Një festival folklorik rikthehet këtë verë për të shkruar një tjetër faqe të historisë së tij. Është Festivali Rapsha 2026, i cili zhvillohet në Vitoj të Malësisë së Madhe, në territorin zyrtar të Malit të Zi, më 21, 22 dhe 23 gusht 2026. Përshëndetje të gjithë teleshikuesve të emisionit Pushoh Shqiptarçe, ne jemi të vendosur sërish nga Shkodra, kemi lajme të tjera për të gjithë ata që janë të interesuar për të ndjekur një festë madhështore, ku ka më bukur se sa t'i bashkoni festës në Vitoj. Bëhet fjalë për Festivali Rapsha 2026, i cili do të mbahet datat 21, 22 dhe 23. Ka Shkodran, ka nga Malësia e Madhe, po dhe nga gjithë Shqipëria, që kur kanë parë postimet apo realizimet e ndryshme pasi ne jemi në edicionin e 7 të këtij festivali, patjetër që kanë ardhur nga afër, po ka nga ata që nuk kanë pasur jehonën e festivalit ose informacionin e nevojshëm. Dhe prandaj ne kemi ardhur paraprakisht në Vitoj, në të vend të mrekullueshëm, të freskët për momentin, edhe pse temperatura përvoluese të Shkodrës po bëjnë namin edhe kudo kemi një verë të nxehtë, dhe ja ku kemi ardhur këtu për të realizuar një reportazh paraprak dhe mësuar më shumë për festivalin. Na ndiqni në intervistat tona pasi kemi zgjedhur një pjesë të stafit organizativ të festivalit ta bëjmë pjesë të këtij reportazhi dhe të ndajmë me ju informacionet. Ky është edicioni 7 i festivalit, një ngjarje që këtë vit shënon edhe 23 vjetorin e krijimit të tij. Sa kënaqësi kur vim në Vitoj dhe gjejmë këtë natyrë të bukur, e cila aktualisht duket e bukur sepse është gjatë ditës, po gjatë darkës bëhet edhe më e bukur. Edhe më e bukur. Sidomos në datën 21, 22 dhe 23 gusht, ku sot unë pata vështirësi ta identifikoja si vend, sepse jam mësuar gjithmonë që të jetë plot. Rreth 2000-3000 vetë kanë qenë te kjo pjesa këtu skena, artistët e kjo pjesa tjetër dhe është një mrekulli ardhja këtu. Si po shkon në angazhimin e festivalit? Mirë, organizimi deri tani janë duke shkuar shumë mirë. Jemi duke ardhur fundit të organizimit, duke finalizuar gjërat. 23 vite të mbash një traditë nisur me shumë sakrifisa deri në ditët tona. Pikat më të forta festivalit cilat ka? Që kur filloi të organizohet ky festival, Festivali Mbar Kombëtar i Folklorit Rapsha, u zgjerua dhe gjeografia e festivaleve shqiptare, sepse ky është i pari festival që organizohet i këtij lloji pikërisht brenda territorit të Malit të Zi. Organizohet në një zonë shqiptare, nënkuptohet, por jemi jashtë kufive administrativ të shtetit Am. Rritëm, zgjeruam edhe gjeografinë e festivaleve, edhe ky është një herë edhe organizimi, aktiviteti më i madh dhe më i rëndësishëm që organizojnë shqiptarët në Mal të Zi. Por historia e festivalit të Rapshës nisi shumë më herët. Festivali ka lindur para 25 vitesh, faktikisht ideja pothuajse ka lindur me binakzimin e shoqatës me shoqatën kulturore artistike malësore nga zonat e Prizrenit. Mas aktit të binakzimit kem marrë pjesë në festivalin e tyre gjithësisht, edhe më parë, por ideja për binakzimin pikërisht ka lindur aty me ftesën që na kanë bërë të marrim pjesë në festivalin e tyre. Pastaj me rastin e binakzimit kem organizuar këtu një manifestim pothuaj në një nivel gati si një festival i vogël. Ishte viti 2003 kur u hodhën hapat e parë të këtij festivali, i cili më pas do të merrte një jehon të madhe në të gjitha trojet shqiptare. Me vitin 2003 dhe ka qenë shumë madhështor. Nuk ka patur përafërsisht 5.000 persona natë. Festivali ka zgjat 3 ditë, 3 net faktikisht, ashtu që ta marrimi mesatare rreth 15.000. Ka qenë një manifestim i cili ende nuk kanë të marrë këto treva, të karakterit të tillë, të masave të tilla, po pa modesti të rreshme ta them, asot e kësaj dite nuk ka tjera manifestime me këtë karakter. Një nisëm që lindi në një periudhë të vështirë për shqiptarët e Malit të Zi, në kushtet e presioneve dhe përpjekjeve për asimilimin e tyre, por edhe përballë pengesave të shumta që shoqëruan organizimin e një aktiviteti të tillë. Për organizimin e parë të festivalit, ose qësisht festivalit parë, kem ban shumë punë këtu për rregullimin e ambientit. Këtu ka qenë mal, krejt. Kjo pjesa këtu? Komplet kjo pjesa këtu, nga platoja aty, nga këto shkallat, këtu ka qenë pak livall, edhe këtu janë ban përafërsisht atë vit rreth 1000 orë punë.
tanë punë vullnetare, plus ato çka kem pagua atë makinerin për me rrapshua. Ka kanë një pjesë e malit, si ajo pjesa mbi rrugën. Jo që kem pas pengesa, po kem pas rezistencë shumë të ashpërt, me vendim që të ndërprehet puna, me kërcënim se do të rënohet çka është pranua. Mirë po na kem protestua, bile edhe nuk po thom kërcënua, por edhe vunë dispozicion jetën tonë me mesazhe se ju mund të rënoni, po mas që çkelni përmi trupeve tona. Megjithatë, pas çdo vështirësie qëndroi vullneti dhe pas çdo pengese dëshira për ta mbajtur gjallë këngën, vallen, kostumin, gjuhën dhe identitetin shqiptar. Përgjatë 6 edicioneve të kaluara, përvoja organizimi dhe shfituar, por si e vlerësojnë organizatorët sfidën e sivjetshme me atë të edicioneve të para? Në çdo fazë ka vështirësitë e veta, çdo gjenerat fërkohet me atë vështirësi, por kur marrim parasysh kushtet e sidomos refrenat që është punuar në atë kohë, atëherë del se dukshëm është punua ma vështirë, janë arrit qëllimet ma vështirë në kohën e ma pashme se sa sot. Sot janë të gjitha kushtat i kanë edhe predispozitat, kanë një teren të shtruhëm, kanë një përvojë tash në këtë lami. Por cili është qëllimi i këtij festivali, pasi para rolit argëtues ai ka atë patriotik? Qëllimi i festivalit është i qartë, ruajtja, kultivimi, përcjellja e folklorit e vlerave tona tek brezat tjerë. Për kemi një obligim që neve së paku që kemi një përvojë nga më parë, këtë përvojë ta përcjellim tek të rinjt, ashtu që të mbajmë aq sa të mundemi të gjallë këtë pjesë. Ky është një obligim i joni. Jemi një trevë që jemi, siç e thash edhe më parë, ndarë me kufim nga shteti janë, por ne asnjëherë nuk harrojmë kush jemi dhe çka jemi. Dëshirojmë që ta transmetojmë këtë edhe në brezat e rinj. Përmes këtij festivalit ne brezave të rinj ju prezantojmë kulturën edhe traditën tonë duke e përjetuar, jo si në ligjërat. Mendoj që kjo e bën atë çfarë është edhe më e veçantë. Pikërisht se jemi një trevë që jemi e ndarë, por asnjëherë nuk ndahemi nga kultura, nga tradita jonë, por mundohemi me aq sa kemi mundësi, paktën një herë në 4 vite, që t'i bashkojmë gjithë shqiptarët këtu, edhe t'ju tregojmë se edhe kjo është tokë e jona, edhe kjo është tokë shqiptare, edhe këtu jemi shqiptarë, edhe do të mbesim tillë. Është admirueshme të shohësh përfshirjen e madhe të grupeve artistike në këtë festival. Duke parë pjesëmarrjen shumë të gjerë të grupeve, që nga jugu i largët i Shqipërisë, nga Kosova, nga Maqedonia, Të Arbëreshët e Italisë kanë qenë prezente. Atë që nuk po arrin politika, a mendoni se po arrini ju këtu në Vitoj me bashkimin kombëtar, kemi fjalën? E thom me plot përdesi se bashkimi kombëtar i diçka e shenjtë që ekziston të gjithë ne, është pjesë që i takon akterëve politik. Mirë po veprimtaria politike në shqiptarizëm është val-val. Herë është ma entuziaste, herë është ma e butë në kuptimin e fjalës oportuniste. Për arsye se është e lanë në thonë edhe prej Zotit, intereset përfshin edhe ato deri në çarqet personale e grupacioneve të ndryshme, qofshin ato partijake, qofshin ato edhe të pjesëve të partisë, na japim kontributin tonë sa është në kadër të hapësirës të veprimtarisë sonë. Qa do në ma bashkim kombëtar se vinë nga gjitha trojat shqiptare. Atë që nuk e bën politika shqiptare, po e bën arti. Po jeta politike shpesh herë din krijojnë situata jo as të këndshme, din krijojnë edhe ndarje, vënë një farë barrieret mes grupeve, mes rretheve ku ta diun, kurse unë jam i mendimit që gjuha e artit është ajo e cila i bashkon. Ajo është diçka më e fortë, është një armë e veçantë në shpirtin e popullit. Në këto 23 vite, festivali Rapsha nuk ka mbetur vetëm një festival i një treve.
Ai ka mashtrirë gjithnjë më të gjerë gjeografike, duke sjellë në skenën e tij grupe artistike nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Arbreshët e Italisë dhe treva të tjera ku jetojnë e veprojnë shqiptar. Në çdo edicion kemi mbi 20 grupe pjesëmarrëse, ashtu do të jetë edhe këtë vit, të cilat përfshin edhe mbulojnë gjitha territoret shqiptare, gjitha trojet shqiptare, por jo vetëm, kemi edhe diasporën. Kemi grupe edhe këtë vit që do të vinë nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga Lugina e Preshevës, nga Mali i Zi, dhe do të kemi diasporën. Kemi arbresht, të cilët na nderojnë me ardhmën e tyre këtë vit përsëri, edhe kemi një grup nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Grupi më i largët i jugut të Shqipërisë kush ka qenë? Lugjeria. Nga Lugjeria është duke të në festivalin e fundit edhe kanë marrë vendin e dytë. Festivali Rapsha është organizim i shoqërisë kulturore me të njëjtin emër. Këtë festival e organizon vetëm shoqëria kulturore artistike Rapsha me donacione. 2 edicionet e para kanë qenë të 2 vite, pastaj kemi vlerësuar se pak si e zorshme një shoqëri kulturo-artistike e cila vepron faktikisht në pikpamjen organizative, e thëmë vetëm brenda një fshatit, pak vllaznin në një fshat, është e pa mundur ose është shumë shpikse për organizatorët, për veprimtarët që të marrë çdo 2 vite, kemë ardhur një përfundim se është më e ulët ta marrim çdo 4 vite, edhe është i farë si parametër edhe në rajone tjera. Neve si shoqat, momentalisht, për kundër vështirësive, por vullneti është mbi të gjitha, kemi të tiri gjeneratat, kemi gjeneratën e vjetër, kemi mes gjeneratën edhe kemi gjeneratën e re. Kjo është një shenjë e cila premton se jetëgjatësia e këtij festivali do të jetë vazhdimsi. Vitoja për disa ditë ndërrohet në një pikë takim të shqiptarëve nga hapësira të ndryshme. Po përse është zgjedhur pikërisht ky vend për organizimin e festivalit? Pse u zgjodh Vitoja? Ka ndonjë domethënie ky vendi apo thjesht? Po, Vitoja ka shumë domethënie. Vitoja që është vend piktoresk, tradicionalisht vend tubimesh, që thonë Marcelo Xhexheti që to është maj manifestimi i logut Shnjonit me 29 gusht. Logu e kanë organizua fshatarët e kësaj trevë këtu e marë pjesë kanë nga të gjitha trojet e Malësis, pra në gjitha bajraqet e Malësis, ne jem pjesë e hotit, Rapsha pjesë e hotit, edhe mendojmë se kemë pasurën tonë. Gjithmonë e ka pas i vlerësim tubimi në Vitoj. Vazhdimisht janë maj këtu edhe gara si gjojtje e gurit për mi krahit, futbol, volebol, aktivitete sportive e kulturore. Unë i viteve 6-7 e madhon, këtu janë organizuar turnire në futbol regullisht. Të largët në kilometra, por të afërt në gjuhë, kulturë dhe traditë. Por Rapsha nuk është thjesht një skenë ku grupe folklorike performojnë. Festivali ka kriteret e përcaktuara për disiplinën artistike dhe për pjesëmarrjen e grupeve. E ruan një autoritetin e festivalit falë këtyre kriterjeve që vendosni. A mund t'ja bëjnë të qarta të gjithë teleshikuesve se çfarë do thotë disiplinë artistike? Ky festival ka rregulloren e vet. Brenda kësaj rregullore janë përfshirë kërkesat kyçe në lidhje me ruajtjen e traditave tonave. Ruajtja e folklorit është kërkesë elementare që grupet të vinë me program live, të sjellin kostume sa më origjinale, na sjellin jo imitime të një zone tjetër, se i përfshim mundësisht të gjitha zonat, por secili të sjellin ato karakteristikat nga ai vjen. Çdo ditë bëhet një provë generale
ku marrin pjesë antarët e jurisë dhe ata që ka shohim se kalon ose është e veshme të parazitet në skenë. Pra ju edhe më përjashtoni. Po, absolutisht. Ata që ka, do më thonë, nuk koincidon, nuk përputhet me kërkesat e festivalit, neve ose lam në pjesën arktuese, por asesi në pjesën konkurruese. Performancat vlerësohen nga një juri profesioniste duke i dhënë garës artistike, seriozitetin dhe standardin e nevojshëm. Çdo herë në festivalin tonë edhe juria është profesionale dhe është gjithë përfshirëse nga trojet shqiptare, nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga Shqipëria, vendas këtu. Këtu mund të cekim antarin e jurisë që është tashma tradicional, ajo është Zymer Neziri, njeri dhe më kanë që tanë jetën ja ka kushtua folklorit, mirë po Ramazan Bogdani dhe shumë të tjerë, dhe e pasurojnë folklorin, e pasurojnë festivalin, sepse janë njerëz kompetent që dinë me çmua çdo imësi që vjen autokton në festivalin tonë. Në themel të këtij festivali qëndron një mision i qartë, bashkimi përmes kulturës dhe trashëgimia e traditës nga një brez tek tjetri, sepse këngët dhe vallet popullore nuk janë vetëm pjesë e një programi artistik, ato janë kujtesë, janë histori, janë identitet, dhe në një kohë kur shumë tradita rrezikojnë të humbasin, skena e festivalit të Rapshës synon t'u përcjell ato brezave të rinj. Një rol të veçantë në mbajtjen gjallë të kësaj nisme ka pasur diaspora shqiptare. Patjetër se ata janë pjesë e jona. Ata jo vetëm që angazhohen atje për të grumbulluar mjetet materiale, por ata janë pjesë aktive edhe gjatë ditëve të festivalit na përkrahin çdo herë dhe unë duhet t'i falenderoj dhe t'i përshëndes. Ata janë vullnetar në çdo kohë, sikurse neve këtu që jetojmë. Vitet e fundit, që se ekziston si komune plot dhe ka pushtetin Partitë Nacionale Shqiptare, na ka ardhur me të vërtet në nimë, përpos nimet financiare, ata na ndihmojnë edhe në aspekte tjera, për shembull siç është ndihma e shpejtë, zjarr fikse, policia komunale kemi në dispozicion gjatë ditëve të festivalit, kështu që janë rregull për atë kohë sa ekzistojnë si komunë dhe kanë pushtetin Partitë Shqiptare, janë rregull dhe po na ndihmojnë si me financa, një pjesë të financave të konsiderueshme, por edhe me mjetet tjera që i lypen festival. Pa diasporën nuk do të mund të organizonim asnjë nga këto festivale. Kjo qëndron edhe ne u jemi pafund falenderues për zemërgjerësinë e tyre dhe për kujdesin që tregojnë ndaj kulturës, ndaj vendit vet, edhe na përkrahin se cilën herë pa asnjë rezervë. Komuna, që kur e kemi komunën e pavarur na përkrah shumë më shumë. Këtë vit na përkrah aq sa mundet gjithsesi dhe u jemi shumë falenderues sepse kemi gjetur një përkrahje mjaft të madhe tek ata këtë vit. Diasporën, unë nuk e di, nuk mund gjej fjalë që t'i falenderoj sinqerisht. Thjesht ata janë vëllezërit e motrat tona që jetojnë në shtete tjera, por asnjëherë nuk e kanë harruar nga vinë, asnjëherë nuk e kanë harruar rëndësinë e vendit. Edhe gjithmonë me kënaqësi të madhe na u përgjigjen gjitha kërkesave tona, edhe ju jemi, siç e thash, pafund falenderues, është shumë e vështirë t'ju falenderojmë se bëjnë shumë për vendin e vet. Nuk është vetëm festivali, ata bëjnë gjitha organizimet, kudo që e shohin që është nevoja janë të kyçur. Thjesht pa diasporën tonë nuk do të mund të bëhej asnjë organizim këtu. Mbështetja e shqiptarëve që jetojnë jashtë trojeve shqiptare ka qenë një prej shtyllave të rëndësishme të organizimit të festivalit. Po ashtu aktiviteti mbështetet edhe nga komuna e Tuzit, ndërsa pjesa më e madhe e punës organizative mbështetet me një element që ndoshta është edhe forca më e madhe e festivalit të Rapshës, vullnetarizmi.
vetë fillimi I festivaleve ka nisë në atë mënyrë vullneti I mirë I antarëve të shoqënisë kulturore artistike Rapsha dhe të gjithë vendasve këtu ku jetojnë. Gjatë viteve sigurisht që jeta a shpejtësua dhe ka marrë drejtimet e ndryshme, mirë po ne nuk kemi gjetë formulë më të mirë dhe e vazhdojmë atë formulë që në baza vullnetare me ba festivalin dhe mendoj që kjo është një formulë shumë e sukseshme dhe është interesant se çdo festival se cili që vjen me radhë, njerëzit kanë ma shumë vullnet dhe bahet edhe festivali edhe ma mirë edhe ma I organizuar dhe ma I nivelit ma të lartë. Me organizimin e këtij festivali marrin pjesë thjesht antar të shoqatës Rapsha. Mandej, në bazë nevojës, sidomos në atë pjesën teknike, kyçim edhe njerëz, një numër të madh të njerëzve, të cilat sidomos ato ditë janë këtu me ne, se neve natyrisht pandimin e tyre si drejtoria, por një grup si ndjehet pak më intensifikisht me këtë punë, nuk do t'i arrinim aq lehtë, kuptohet, por Njerëz që punojnë për muaj të tërë pa e parë këtë si një detyrë pune, por si një përgjegjësi ndaj vendit, kulturës dhe trashëgimisë së tyre. Shpesh ndodh që Tuzi të identifikohet me festivalin e Vitojës për vizitorët që zgjedhin të vinë këtu. Kjo ngjarje është ba traditë dhe është e njohur paners edhe mediave, një prej tyre është edhe media juaj, është ba e njohur në bar kombin shqiptar. Dhe si e tillë sigurisht me vlerat që I ka mbaj, me kriteret që I ka mbaj, me nivelin që I mbat ky festival, sigurisht se është një ngjarje që përmetet dhe janë në ndjeni gjithku barko trojet shqiptare në Ballkan, si dhe në diasporë. Nga ana tjetër, tashmë festivali Vitojës ka fituar një autoritet mediatik të padiskutueshëm, gjë që dëshmon pjesëmarrja e madhe e grupeve artistike, por dhe prezenca e mbi 5000 spektatorëve që ndjekin drejt për së drejti atë. Fillim ka qenë një risi që në një vend kaq të vogël, shqiptar bëhet një festival I tillë me ato standarde, me ato kritere, domethënë që pak ka në festival në rrafshin shqiptar që përmbahet ato kritere. Pra kemi shkrimet e pa numërta që kanë bërë njerëz kompetenci që përmeta më parë, domethënë Zymer Neziri, Ramazan Bogdani, intervista tyne derisa domethënë ky festival krahasohet me ata të Gjirokasters, ata të Gjonajve apo Drenasit në Kosovë e në Shqipëri. Për ne si organizator një vlerësim është edhe publiku që nuk në ndahet që po bëhen sa dekada, nuk në ndahet, por gjithmonë ky shesh këtu Vitoja gjithmonë a plot për plot. Edhe ajo është një shtys për ne që çdo festival ta organizojmë edhe më mirë, edhe më të fortë, edhe më masovik. Për 3 ditë, kënga dhe vallja do të bashkojnë njerëz në këtë skenë që flasin të njëjtën gjuhë. Por cilat janë detajet e organizimit për gjatë 21, 22 dhe 23 gushtit 2026? Gjatë 3 ditëve të festivalit, me datat 21, 22 dhe 23 gusht, kemi të paraparë si çdo vit parakalimin në qendër të Tuzit. Këtë vit do ta bëjmë pak më ndryshe, pasi që kemi tani sheshin e bukur Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Tuzë. Parakalimi do të fillojë nga qendra e Tuzit e do të vijmë deri tek sheshi. Është pak më I gjatë, por besoj që e bën edhe më të bukur vetë festivalin, edhe jep më shumë gjallëri edhe këtij vendi tonë gjatë atyre 3 ditëve, se kjo është edhe qëllimi ynë. Kur I bashkojmë gjithë shqiptarët në një vend, ato 3 ditë Tuzi bëhet kryeqendra e gjithë shqiptarisë. Parakalimi do të fillojë në orën 17:30, siç e thash, nëpër Tuzë, ku do të mund të shohim gjitha veshjet kombëtare të grupeve. Secili grup do të thotë përfaqëson zonën e vet. Ndër kriteret tona është që t'jenë veshjet sa më origjinale, që programi që sjellin të jetë sa më autokton dhe të jetë pikërisht pasqyrë e zonës të cilën e përfaqësojnë. Më pas, grupet të gjitha, mbas defileut, mbas parakalimit, vinë në Vitoj, ku programi qendror fillon në ora 20. Për 3 net me radhë do të jenë të përcjellur nga një numër I madh I spektatorëve, e po ashtu do të vlerësohen edhe nga juria profesionale, pasi që është festivali karakterit garues.
Festivali edhe pse nis në orën 17:30 me defilen në qendër të Tuzit e më pas shfaqet në orën 20, pas përfundimit të këtyre netëve festa vazhdon. Këtu ku jemi do t'jetë vendosur edhe skena e festivalit. Sa të përfundoj programi i festivalit, ne vazhdojmë me fest. Ato 3 ditë kemi festa dhe nuk e ndalim vetëm me aq. Okej, domethënë deri në orën e parë të mëngjesit, vendi këtu do të jetë. Sepse ka edhe nga Shkodra ose nga Shqipëria që janë të interesuar që të vinë, ekziston mundësia që ata mund të marrin një pije, pra mund ta blejnë, ka pika të tilla të veçanta. Ku mund të marrin shërbime të tilla? Po mundohemi të sigurojmë pikat ku do të mund të marrin edhe pije edhe pak ushqim, të paktën këta spektatorë që na vinë nga vendet më të largëta. Kjo dasëm nuk mbyllet vetëm me performancat e shoqatave, por këto janë edhe do surpriza për cilat neve po i lam surpriza, Okej, se të vinë vetë ti shikojnë, jo t'ja tregojmë neve për këto. Patjetër. Nuk e lëm pa e theksuar edhe një fakt që na ka tërhequr vëmendjen. Gentiana Junçaj është drejtore e festivalit, njëherësh edhe kryetare e shoqërisë kulturore Rapsha, një moshë relativisht e re për të marrë përsipër një përgjegjësi të tillë. Kam përkrahjen e gjithë atyre që kanë qenë drejtues para meje dhe e di se edhe nëse jam diçka duke gabuar më tregoj, okej, nuk duhet kështu por kështu. Kam eksperiencë, jam e kyçur në shoqat që ka që shumë kohë, 5 vite më parë kam qenë edhe nën kryetare e shoqatës, pastaj jam emëruar edhe kryetare, kështu që vetëm po e vazhdoj atë traditën. Është diçka që më pëlqen, diçka që e bëj me shumë qejf, kështu që e kanë vrejtë edhe të tjerë edhe më kanë përkrahur në këtë drejtim. Organizatorët kanë një ftesë veçantë për shqiptarët nga Shqipëria dhe më gjërë. Krydzaj rastin edhe kësaj herë, po kanë që tiftoj edhe malësorët atë e kufinit, por edhe Shkodran, që i kësaj herë në bashkan gjitën dhe tjetë edhe ma Masaviku e tjetë. Edhe ka anë e publiku të jetë në barë komtar, jo vetëm me kulturë, me tradita, jo vetëm skena. Jo vetëm skena, po t'jem edhe si spektator, t'jem barë komtar. Keni mundësin gjithë që të na vizitoni me datat 21, 22 dhe 23 gusht. Pikërisht të në vitoj, të shihni bukurinë e folklorit tonë shqiptar edhe të shihni bukuritë e Malësisë patjetër. Ejani në vitoj dhe bëuni pjesë e kësaj feste, sepse ndonjëherë, për ta ndjerë sa e fortë është lidhja me një traditë, nuk mjafton të shohësh në ekran, duhet të jesh aty, ta dëgjosh këngën nga afër, të shohësh zhvalljen, të duar trokasësh artistët dhe të ndjesh se përtej kufive politik, kultura vazhdon të bashkojë. Rapsha 2026, 23 vite histori, 7 edicione dhe një mision që vazhdon. Të ruaj traditën dhe ta përcjell atë tek brezat që vinë. Vitoja ju pret. Dhe këtu përfundojmë këtë reportazh të këndshëm që realizuam në Vitoj, një informacion i bollshëm për të gjithë televizionistët që dëshirojnë të bashkohen Festivalit e Rapsha 2026 në Vitoj, edicioni 7. Mos e humbini këtë ngjarje të rëndësishme për Tuzin, por edhe për gjithë Malsinë dhe Shqipërinë, ku grupet artistike bashkohen së bashku në një festival që vazhdon për 3 net me radhë, 21, 22 dhe 23. Mos i harroni këto data, por duhet të llogarisni edhe nëse për të ardhur nga Shkodra në Vitoj nuk është më shumë se 35 minuta, llogarisni dhe kohën e qëndrimit në dogan, pasi dihet që fluksi i festivalit apo fluksi i ditëve të gushtit, emigrantët e shumë që lëvizin, mund të sjellin disi vonesa, ja vlen edhe ajo vonesë, mos e humbini këtë ngjarje të rëndësishme që është Festivali Rapsha 2026. Vitoja ju mirëpret. Historitë e mëdha nuk nisin me pasuri, por me sakrifica. Janë histori që lindin në një shtëpi të vogël, me smundimesh të përditshme, por të kthyer pas shumë vitesh në një ëndër që rikthehet aty ku nisi gjithçka.
Në qafqe të Pukës u hodhën themelet e një investimi që pritet të japë një frym të re turizmit malor. Por për familjen Xhauri, ky nuk është thjesht fillimi i ndërtimit të një resorti. Është rikthimi në vendlindje e një rrugtimi të gjatë të mbushur me punë, sakrifica dhe dashuri për vendin. Gjithçka nis me një familje të madhe, me 11 fëmijë, origjina e saj nga Zakthi Pukës, rreth 30 kilometra larg vendit në të cilin ndodhemi. Familje të madhe, prej 11 fëmijë kam pasur, kam një kamull. Ti u martove, qëndrove afër prindërve. Po, gjithë. Sa e madhe ishte kulla që pas keni jetu gjithë? Ishte 2 kotsh është, kulla madhe është. Tu deri 20-30 veta. Brenda? Po. Pastaj ti u martove, Zotit gëzoj me? Po, me fëmijë. 11 fëmijë? 11 fëmijë. 11 fëmijë, rrallë dëgjojmë 11 fëmijë. Pjesa më e madhe janë djemë, 9 djemë, 9 djemë edhe 2 vajza. Janë djemë e 2 vajza. Prindrit punuan pa u lodhur për të rritur në kushte jo të lehta, duke u mësuar fëmijëve vlerën e punës dhe të ndershmërisë. Ishin vitet vështira, por askush nuk e humbi shpresën se një ditë mundi do të shpërblehej. Jetë ka bo jetë normale, kooperativë bursore, ka punu punë shtetit, ka punu 25 vjet punë shtetit. Kështu që me vështësi kena pas, po. Çfarë pune në shteti ke po? Kem punu në pjorë, një rrugë mesatar, 6.000 lekë ka kohën. Po, çfarë pozicioni ke pas? Brigadier kam qenë, brigadier. Edhe ke rrit 11 fëmijë? Po. Bravo, familje shumë e madhe, me jetë të gjithë. Pas viteve 90, tranzicioni i zgjatur në sjelljen e të ashtu quajturës demokraci u shoqërua me largime masive drejt emigrimit në kërkim të një jete më të mirë. Kërë demokracia, masër edhe u hadha 4 fëmijë, disa i ke herë ka rritë në Greqi, e punon sa vjetë në Greqi, ma pa i ke në Angli, të shonë 6 shonë në Angli. Si unë ndjeve kuriku pjesa e parë në Greqi fillimisht? Si e përjetoj baba emigrimit? Shumë kese, ishna mësu me familjet madhe aty, mi pas aty, po... Are dakord ti kur thanë ata do dale? Dakord isha se s'kishin që me bo atje. Çfarë moshe kanë dalë? Mban mend? 35 vjet. Që kanë dalë, sa vjeç kanë qenë ata? 5-6 vjeç, që kanë dalë. Me sakrifica, si që kalohej kufiri dikur, edhe baba në Marrakech. Me vështërsi, Me vështërsi të ndaja. Pasaj këta lëvizën nga Greqia shkun edhe më largë, se Greqin e kishe afër, po Anglia dhe më largë. Po, e në Angli, një qonë i edhe në Itali, kurse tjertë i në Angli. Unë që në moshën 17 vjeçare kam ikën në Greqi, jetova sa vite në Greqi në 97-ën, në Belgjik, në fund 97-98-ën më rina në Londër. A ka qenë rruga e lehtë për ty, apo ka pasur vështirësi? Vështirësi, normal se ka pas vështirësi. Që mban vështirësi më të madhe që thua atë zot ta harroj kur gjithë jetën? Rrugën e Greqisë. Pse? Po në kam gjithë, heqëm 3 ditë, 5 ditë, 6 ditë, gjithë natën kam. Kam lënë Greqinë 96-ën. Në 96-ën. Dakor, dhe kaluat në Belgjik derisa u vendosët në Angli. Në Angli. Sa kohë ke në Angli? Unë po bëj 98-ën, 30 e sa vite. Në çfarë vendi të Anglisë? Në Londër. Aty jeni të gjithë vëllezërit? Po. Zgjodhët të ishit bashkë, pra u kujdesit që të vendin e punës e shtëpinë ta merrit bashkë? Po, jemi gjithë bashkë, punojmë bashkë. I pari që mori rrugën e emigrimit ishte Agroni, vetëm 15 vjeç, u nis drejt Greqisë, me ëndër për një jetë më të mirë. Më vonë rrugën e tij e ndoqën edhe 5 vëllezër të tjerë, të cilët do të vendoseshin përfundimisht në Angli. I pari kush doli në emigrim? I pari fare ka dalë vetë Goni, domethënë, ky si po bën investimin këto. I sa ti është në radhë? Agroni është i 4-ti. I 4-ti gjeti kurajon? Çfarë moshe ka qenë kuriku? Agroni në moshë shumë të re, domethënë ka qenë diku 15 vjeç, 16 vjeç, ku ka dalë për herë të parë. Domethënë nga një tip si Agroni e thon ndryshe, pritet që të bëj këto hapa gjigant. Sepse është rrahur me jetën në një moshë. Normal. Shumë të vogël. Më pas ju lëvizët gjithë, shkuat gjithë. Po, ka dalë vllai madh, ka dalë vllai dyti. I dyti nuk jeton domethënë, ka dalë i treti domethënë Samia. Unë kam dalë mas këtyre domethënë, si isha më i vogël normalisht. Agroni e shtroi rrugën? Po i vllai madh me Agronin domethënë, ata kanë dalë parë fare. Fare dhe tërhoqën pjesën tjetër. Po, pjesën tjetër, po. 15 vjeç, je larguar për të parë në Greqi. Po, patjetër. A njoftove kur ike? Jam shumë fare. Jo fare. Ma kujto pak atë ditë? Unë fatikisht kam ikur 15 vjeç, kam qenë fare Kalamaj dhe
Të më thonë, kemi ikur kështu si fshetas, po të thush në atë kohë. Me ka u bërë atë ditë? Atë tjerë kishim shok, edhe u bëm me shok, andaj s'di sham bos, kisha darë kur nga, dhe më thonë, as nga fshati, po të thush, nga qyteti, edhe ikem për Greqi, ngelem pastaj rrugë, andaj këtej. Sa kohë qëndrove në Greqi? 4 vite kam qëndru në Greqi. Një 15 vjeçar që punë gjenë për herë parë në Greqi, e mban mend? Po në Greqi ne kështu në bujësi kemi punuar. Normal në bujësi kemi punuar s'ban laf. Pastaj kemi arë, kemi nej pak kone këtu në Shqipëri në natë shtatën, edhe kemi ikur për Angli, dhe më thonë, një u ban 28 vjetë në Angli. Tani kjo ikja në Angli edhe ajo vështirësit e saja? S'ban laf, më sakrificë se Greqia, dhe më thonë. Me kamion? Me kamion s'ban laf, normal. Po si e kujton tani atë moment? Po tani vështësit e veta janë gjithmonë edhe ka qenë vërtet një periudhë dhe mendoj si për të ngrënë bukë jo për të bë, domethënë për të bërë një gjë të madhe ose për të bërë një investim, por desh fal Zotit puna edhe ja kemi arrit. Në Angli çfarë punove fillimisht? Unë kam filluar lava pjatës fatikisht, kemi punuar lava pjatës, kam punuar transport mallash nga Anglia në Shqipëri. I mban mend ato vështirësitë e gjuhës? Shumë. Po shumë. Si u morë vesh? Po në çdo gjë kemi pas domethënë të vështirësi jashtëmase, domethënë unë mbaj mend në Angli, njerëzit kujtojnë çfarë është parajs, por e di unë kur kam shkuar në Angli, edhe jashtë kam fletur 3 ditë në atë kohë. Isha në partë, në fatikisht në atë periudhë, po mbas 2-3 muaj filluan të ardhin populli i madh, po isha në partë, po thosh. Sa herë e penduar? Pëndu shumë herë, bile të them një gjë që unë një ditë e mora atë përkthyesin tim i them që e di që unë do kthehem për Itali dhe do ta la Anglinë që ngela kështu rrugë andaj këtej më thotë mua unë jam shumë i zanë thotë po të takoj do e bëjmë atë letë do kthehesh mbrapsht. Unë pastaj u shty koha, nuk e takova më atë person andaj këtej ngela në Angli, mora letat pastaj jemi këtu ku jemi tash. Unë jetoj në Tiranë, edhe vllai tjetër jeton me babën këtu. Unë emigracionin e kam ndarë që në 2003-shin. Unë kam jetuar vetëm në Greqi, s'kam dalë emigracion kënd tjetër. Unë erdha nga Greqia dhe nuk ika, domethënë ndërtova jetën në Tiranë, edhe jetoj në Tiranë që në 2003-shin e kënej, jetoj në Tiranë. Shkoj si vizitor në Angli, po jo si punoj domethënë. Me shumë punë e përkushtim, Agroni arriti të ndërtojë një biznes të suksesshëm duke krijuar 8 restorante dhe 4 supermarkete. Në këtë rrugtim nuk harroi kurrë familjen. Ai punsoi edhe vëllezërit e tij, duke e kthyer suksesin në një histori të përbashkët. Jeta eci, se unë kam përshtypjen që njerëzit punëtor kudo që ndodhen e tregojnë veten, e vënë për vijë punën e tyre. Ti arriti të krijoj një aktivitet tëndin fillimisht? Po, pastaj kam hapur një lokal timin të parin me emrin Tirana, në Londër me emrin Tirana. Tirana i vure emrin? Tirana, kam vure emrin lokal e parë nga se ishte identifikuar Shqipërinë. Po, komuniteti i madh i më shumë, po. Komuniteti i madh shqiptarësh në Angli, atë kohë po vinë shumë komuniteti i madh dhe unë për të parë vuna Tirana, pastaj vazhdova me këtë emrin Tirana. Edhe bëm një zëngjirë lokalesh me vëllezërt, duke normal me ndërmesën e vëllezërve të familjes tonë. Që të krijoj një ide, sa lokale keni në Londër? Unë kam 8 lokale në fatikisht restorante kështu bare, kam edhe 4 supermarkete. Ndërkohë që edhe vëllezërit janë të punësuar, po normal, po gjithë jemi falë Zotit jemi gjithë të bashkuar. Ne kemi vëllon në Londër se mirët me lokalet. Kemi gjithë ato lokale, gjithë vëllezërit jemi punësu, gjithë shikojmë nga një lokal, punojmë atje, jemi shumë mirë. Pra ju keni një rrjet të lokaleve në Angli të vendosur aty ku jetoni në atë qytet apo dhe në qytete tjera? Në Londër. Në Londër të gjitha? Po. Numri 7 është goxha me fat, nuk e di nëse të ka ikur jeta e tillë me fat. Deri tani është mirë, je i kënaqur. Ti je nga ata që ke emigruar nga vëllezërit? Po. Ku ndodhesh aktualisht? Në Londër. Në Londër. Vëllai tha që ju keni aktivitete në Londër. Sa të vështirë kanë shqiptarët për të bërë një punë dhe një aktivitet të tyre në Londër? Sepse në fundit janë në një vend të huaj. E vështirë s'është askund. Nëse je punëtor, nëse do të punosh, çdo vend e bën vendin tënd. Sot ndërsa 2 vëllezër jetojnë ende në Shqipëri, dëshira për të rikthyer po lind edhe tek brezi i ri. Oliver Gjauri, pasi një emër anglez për hirtës së vërtetës, që do thotë se ti ke lindur në Angli? Po, jam lindur në Angli.
Çfarë moshe ke? Unë 20 vjeç. 20 vjeç. Pra ti e ke mësuar shqipen nga prindrit e tu? Nga prindrit e mi, nga familja jeme, në punë, kështu. Që do thot punon edhe me shqiptar, jo vetëm anglez? Po, i kena bizneset lokalet, supermarketet në Angli edhe punojmë ka gjithë kohës me shqiptar. Ti je rritur në Angli, por si të është dukur Shqipëria kur ishe në Angli? Si e shifje këtë vend? Unë Shqipëria me të thënë drejtën gjithmonë më ka pas shumë qef. E kam qef shumë si vend, e du 100 herë më shumë se Anglinë edhe ndërkohë se jam lind në Angli. Me Anglinë është shumë më nelt. Ka klimën e bukur, njerëz janë shumë ma veçantë, kanë një farë lloj respekti se në Angli është shumë rrallë me gjetë. Mënyrën e jetës është komplet ndryshe, a qetësi është ka lezet me thonë drejtën. Oliveri djali i Agronit e sheh të ardhmen e tij pikërisht këtu, në Puk. Ai shpreh dëshirën që sapo resorti të përfundoj, të jetojë dhe të punojë në Shqipëri duke vazhduar lidhjen e familjes me vendlindjen. Të trem fakti që duke ndërtuar të resortin këtu, mund të shkëputesh nga Anglia. E mendon që edhe këtu mund të kishe jetu? Me thënë drejtën, ajo është ideja. Ndërkohë kur bëhem i farë moshe, inshallah, kur t'jem mosh babit, këtu jam. Pra ti mendon që të kthehesh dhe jo të rish në Angli? Jo, se kam menet në Angli për i farë kur gjatë, kur bëhem farë moshe. Në këtë ditë veçantë emocionet u ndanë edhe nga babai i Agronit dhe vëllezërit e tij, të cilët rrëfyen kujtime nga vitet e vështira dhe krenarim për atë që familja ka arritur të ndërtojë. Ajo që të befason në këtë familje është uniteti i mrekullueshëm që kanë mes tyre. Pra ju vendosin një herë në vit të mblidheni. Po, mblidheni. Gardon që t'jenë të shpërndar të vinë një herë në vit. Po, i herë vinë edhe më raste kështu, po i herë vit të shkojmë fshat atje, mbledhen fshat. Ndikon familja të qëndruarit bashkë se dikush për shembull ku t'i jepet puna dhe nuk i shikon shumë të raporte. Familja ndikon shumë. Ndikon shumë, pra. Shumë. Mënyra se si baba ju ka mbajt, ë? Është e vërtet. E ju ka thënë për bashkimin tuaj se s'është gjë e vogël, ë? Gjithatë vërtet. Së bashku. Sa rol ka babai për edukimin e atë dashurisë? Jashtë masë zbatla. Kjo është e para. Të gjithë vëllezërit Xhauri me fanatizëm janë kujdesur të edukojnë tek fëmijët dashurinë ndaj adheut, por edhe duke ju mësuar gjuhën e bukur shqipe që në vogli. A keni vështirësi në rritjen e fëmijëve për me mësu shqip apo? Kam 3 fëmijë, domethënë të 3 shqip, flasim në shtëpi, unë flas shqip me nipërit, mbesat, gjithë. Ceremonia e fillimit të punimeve u shndërrua në një festë madhe. Mysafirët ishin shumë më tepër se sa ishte parashikuar, gati 3 fishi i pritshmërive, duke dëshmuar interesin dhe mbështetjen për këtë investim. Një gur i hedhur në tokën e Pukës, një ëndër e nisur shumë vite më parë, në emigracion dhe një investim që synon të ndryshojë hartën turistike të kësaj treve. Në qafë qeret, me smaleve, gjelbërimit dhe ajrit të pastër, nisi një kapitull i ri. Ti mendove Shqipërinë kthimin? Tani, unë të them drejtën, këtë vend ku jemi tani, nuk e mendova që të vi këtu të bëhem milionjer apo të fitoj lek që s'po kam puna dhe do vi këtu, ishte kjo që unë domethënë adhuroj vendin tim dhe vërtet nuk mund të them tani që erdha për popullin, normal se kam marrë për veten tim në radhë parë, por them këtë edhe për këtë komunitetin Pukjan që është shumë njerëz domethënë të falendëruar, njerëz të mirë, në një arë të pastër si qyteti Pukës, domethënë nuk mund ta gjej në Shqipëri dhe kjo ishte ajo që mua më shtyri të vi të bëj një investim domethënë të në radhë parë për veten, po edhe gjithë Pukjanët. Kur vëllai tha do bëj një resort në Pukë, e parasysh në qërim në Shqipëri. Po ku mor, po këtu si japin tapi. Unë i pari kam qenë që e ke kundërshtu. Thashë do bëja edhe unë në fillim. Po, i thash duke pa domethënë pushtet e vendit e gjana domethënë kështu më duk shumë e vështirë. Po kjo nga iniciativën që e ka gjithmonë, kjo domethënë është gjithmonë domethënë të pyet, po kur të vinë fundit mendja ka drejt asaj si do me realizu vetë kjo. Pra kënguli dhe ja arriti. Tani ja punime po fillojnë, atje po punojnë gjërat. Si ndihesh? Shumë i gëzuar, vetëm shoh se të ecin marr e ta përfundojmë domethënë me sukses. Për momentin është gjë e më duhur të investosh në Shqipëri. Edhe në vendin tonë, ku kemi lirë. Xhauri Resort, një projekt që sjell në Pukë jo vetëm një investim të rëndësishëm turistik, por edhe historinë e një familje shqiptare që ndërtoi suksesin larg vendit dhe tashmë po rikthehej një pjesë e saj në vendlindje. Nuk janë pak 3 dekada në Londër, ju e pat perspektive në Shqipëri, edhe pse punët duket sikur janë mirë në Londër. Po janë, po
perspektiva këtu në Shqipëri më duket më mirë. Po pse? Po të veni jotë është më mirë. Boll kemi ngelur andej, veni jotë është më mirë. Ti zgjodhe këtë vend, pse pikërisht? Falë kryetarët bashkisë Puk, unë kur kam taku kryetarin e bashkisë Puk, i thash jam interesuar të bëj një gjë për vete, për Pukën normal, një rezervë. Më tha sa je serioz që mund ta bësh, mund ta arrish. I thash unë vërtet jam ashtu, kam bizneset e mia dhe do filloj. Dhe pastaj mas atyre letrave, mas shumë kohë normal gjitha atyre procedurave shtetërore zbat llaf dhe mbaru me fat. Ti e ke blerë të tokë? Kjo është me qira. Kjo është 100 dylym kam unë, kjo është qira e... Sa është sipërfaqja këtu? 100 dylym, 10 hektar. Një investim që duke sikur do të kthejë një pjesë e rëndësishme të familjes Gjauri nga emigrimi. Dhe është vllai Agroni se ka marrë këtë iniciativë për këtë resort. Ne jemi gjithë bashkë, na ka gjithkund mbas vete na ka, e do vim gjithë ne këtej. Resorti mundohen të bëjmë një gjë shumë familjar me të thënë drejtën. Ka 20 vite që mirë me restorante dhe jemi në fushën e këtij biznesi. Nuk është që po vim nga Anglia, po nga vendet e tjera, po vim këtu, vendosim këtu, bëjmë një gjë ku nuk ja thu dot. Ne domethënë dhe jemi kësaj fushë edhe këtu do ketë rante, do ketë konferencë, sallë konferencash, sallë dasmash, spa, do ketë pishinat brendshme, pishinat jashtme, lojrat kalamajsh të brendshme të jashtme, shtëpia, druri. Do më thonë, këtu është një kompleks shumë i madh, më thënë drejtën. 1 hektar, 10 dylym do t'jenë vetëm ndërtim. Kjo pasaj do të ketë kohë të mendojnë edhe me se do alternohet jeta këtu, aktivitetet e gjërat sa shumë punë është, do më thënë që punë shumë e madhe. Kur të ndërtohet, ku e gjen veten? Çfarë kontributi mund t'japësh? Atë sa të mundem, si këtej si anej. A roli do ketë, çfarë pune do bësh në resort? Si tip menaxheri, nëse mungon kamajer edhe kamajer, nuk më prish punë fare. Çdo gjë dhe se ke problem. Jo, fare. Bravo, fare. Nuk është puna me ego fare, është diçka se e bën me zemër. Ti do e komandosh nga celulari në Angli? Atë pastaj do vendosim të vim pak teja, para kush e di. Po, ndërkohë që fëmijët i shoh që e kanë atë dashurinë për të ardhur dhe për të kthyer. Patjetër. Kur të bëhet resorti, ti do bësh ndonjë punë këtu? Kam boshur, çfarë do bëj? Kam boshur. Do i mbështesësh ata, gjithsesi. Bosha bën vetëm, si është të bash. Si mendon, është atë dashuria apo fitimi që të bën që të vish në Shqipëri të ketë një resort familja juaj? Ne në ka bë më fort në ka tërhek vendi jonë, se për punë kemi dhënë shumë mirë jemi, por pse jo të investojmë edhe në vendin tonë. Qafqereti u kthye për një ditë në qendrën e vëmendjes. Një ëndër që sot nuk i përket vetëm familjes Gjauri, por premton të jetë një vlerë e re për turizmin dhe zhvillimin e Pukës. Të duket që ka perspektivë turizmi në Pukë? Për momentin nuk ka shumë turizëm, por është vend se ka shumë mundësi me pas turizëm. Natyra si Puka general, ujtin si Puka general, është diçka shumë e bukur këtu. Qafqereti është një nga ato vende ku natyra flet me gjuhën e saj. Pyjet e pafundme, ajri pastër malor, burimet ujore, livadët e gjelbre dhe panoramat që shtrihen deri në horizont e bëjnë Pukën një nga destinacionet më të veçanta të turizmit malor në Shqipëri. Ç'mendim ke për këta të rinj që këta duan të ikin vrap në Angli, bëjnë gjitha përpjekjet, paguajnë para që të shkojnë? Shqipëria është i vend se a vështirë me gjetë mundësi. Qëfse ke mundësi, është shumë veni bukur, qëfse s'ke mundësi, është shumë veni vështirë. Edhe unë e kuptoj se punoj me shumë lloj njerëzish, edhe njerëzit se ka mundësin, e kanë shumë më vështirë këtu në Shqipëri. Edhe njerëzit që vinë atje me bë mundësin me u kthy prap këtej. Kjo trev nuk ofron vetëm bukurinë natyrore, por edhe traditë, mikpritje, gastronomi të pasur dhe një qetësi që vizitori e gjen gjithnjë më rrallë. Për këtë arsye, çdo investim në turizëm nuk është vetëm një biznes i ri, por edhe një mundësi për të kthyer vëmendjen tek pasuritë e jashtëzakonshme që Puka ka trashëguar nga natyra dhe historia. E shikoni të lehtë ndërtimin e një resorti këtu? Po e vështira, po do t'ja dalim.
Pikërisht mbi këto vlera po ngrihet edhe resorti Xhauri, një investim që synon të ndërthurë komoditetin modern me peizazhin e mrekullueshëm të Pukës, duke dhënë zonës një tjetër arsye që të vizitohet në çdo stin të vitit. Ka qenë një projekt i vështirë për të realizuar nga jote? Ku qëndronte më shumë vështirësia? Vështirësia ishte te pjesa e konceptimit të projektit, domethënë, që mu përshtat me natyrën, mos më dëmtu natyrën, të jetë ekologjik mbi gjitha. Projekti është konceptuar në atë mënyrë që njerëzit të njihen rehat të shijojnë ambientin, pra jo të mbyten prej godinave. Unë nuk naqa shumë dhe u befasova të banerat jashtë. Ku konsiston vlera e këtij resorti? Domethënë ti ke dhënë përparësi cilave hapësira që janë në harmoni me natyrën. Mbi gjitha ka shumë hapësira rekreative, siç mund të jetë edhe çështja e pishinës, një pishinë e hapur, një pishinë e mbyllur ku njerëzit këto të vinë jo vetëm me shiu ndoshta një ditë, 2 ditë, por të kalojnë një fundjavë të këndshme me familjen, parkun e lojnave, kampingun. Në vazhdim kemi edhe pjesën e agrobiznesit, pra ku vizitorët jo vetëm që vinë për me konsumu një ushqim, por mund shikojnë mund shikojnë edhe pjesën e se si mbillet një domate, serat, kemi kutecin e pulave, bletarin, ku njerëzit jo vetëm shijojnë ndoshta edhe mjalin, por shikojnë edhe bletën, domethënë se si vjen, si del etj etj. Resorti Xhauri do ndërtohet në një sipërfaqe prej 10 hektarësh, një investim ambicioz që synon të shndërrohet në një nga pikat më të rëndësishme të turizmit malor në Pukë. Rreth 1 hektar do të zërë kompleksin ndërtesave, ndërsa pjesa tjetër do të ruaj harmoninë me natyrën duke u shfrytzuar për hapësira të gjelbërta, ambiente shlollëse dhe aktivitete në natyrë. Projekti është konceptuar që vizitorët të përjetojnë bukurinë e peizazhit të Pukës, pa humbur autenticitetin e kësaj treve. Ky resort do shërbejnë gjithë duke filluar nga i largët këtu i rrethit Pukës deri më i afërtit. Domethënë qoftë nga blegtëria, qoftë nga bujësia, për ta shijuar, domethënë në çdo aspekt, çdo punëtoria do të jetë shumë e madhe. Mendojmë që me mënyrë do t'ia shohin harin gjithë. Ti jep dorë Shqipëria për projekte? Hajde tani të gjejmë vendin, hajde të marrim lejen. Janë këto pengesa që i vuan edhe arkitekti kurdo që të krijojë, sepse duhet që subjekti që do investojë të ketë siguruar këto të tjerët. Patjetër. Një arkitekt në Shqipëri besoj që përveç faktit që të jetë një arkitekt i mirë duhet që të njohë edhe pjesën shumë mirë të legjislacionit, procedurave, se si vijojnë domethënë. Edhe normalisht fol studios edhe juristave që kena një arkide, domethënë e kena pas pak më shumë lehtësi nëse mund ta quajmë këtë pjesë. Normalisht ka vështirësi, burokraci, koha që nevojitet, sepse ne kemi vazhduar projektimin e këtij projekti që në vitin 2001 para 3 vite, domethënë 2023 kemi vazhduar projektimin e këtij projekti, edhe kena për 3 vite, domethënë ishte një procedurë edhe një kohë gjatë që unë nevojit më marrë në këtë pjesë, domethënë që më arrit deri në këtë pikë ku jena. Dhe shpresojmë që të realizohet dhe dali një projekt shumë i bukur, sepse realizon në Pukë, domethënë ka bukuri të rralla dhe meriton që njerëzit që vinë këtu përveç që shkruajnë ambientin, njihen edhe komfort. Si ndihesh tani kur i krahason ato vitet e tua gjithë sakrificë për të rritur, ata tani po marrin një angazhim të tillë që është goxha serioz, goxha punë që do bëhet këtu. Pra djemt të tu u bënd zot. Një i luktër, po të shisha u hec puna, të halakatëm jena ashtu, isha u hec puna. Ishe dakord ti për një resort? Po dakord isha me dije, po isha u hec puna, aja kërënësi. A ke besim të djemt të tu? Besim kam. Edhe pse shiu i orëve të para duke i sigurt ta pengonte ceremonien, askush nuk u largua, përkundrazi, ai u pasi një shenjë bekimi dhe mbarësie për këtë investim që synon të sjellë zhvillim ekonomik dhe turistik në zonë. Aktiviteti u nderua nga personalitetet të shumta, mes tyre kryetari i Bashkisë së Pukës, Rok Dodaj, nënprefekti Amilia Gjurezi, përfaqësues të klerit, drejtues institucionet dhe shumë të ftuar të tjerë. Një ditë feste, por edhe një ditë që përsolli një mesazh të qartë. Puka po kërkon të ndërtojë të ardhmen e saj përmes turizmit. Bekimet e 2 komuniteteve fetare i dhanë ceremonisë një dimension të veçantë. Lutjet për mbarësi, begati dhe sukses u bashkuan me urimin që ky investim të sjellë zhvillim, punësim dhe mundësi të reja për banorët e zonës. Ndërsa muzika dhe këngët tradicionale e kthyen ceremoninë në një festë të vërtetë. Për Bashkinë e Pukës, ky investim është një hap i rëndësishëm drejt një modeli të ri zhvillimi, një model ku natyra, turizmi dhe sipërmarrja private mund të bashkohen për të krijuar ekonomi dhe mirëqenie. Synimi është që Puka të mos jetë vetëm një destinacion për të vizituar gjatë verës, por një vend ku turistët të mund të rikthehen në çdo stin.
Të njëjtin vlerësim përcotën edhe përfaqësues të tjerë të institucioneve vendore. Investimet të tilla, thanë ata, krijojnë mundësi të reja për punësim dhe zhvillim ekonomik, ndërsa jap një shtysë të rëndësishme promovimit të vlerave natyrore dhe kulturore të Pukës. Bukur me këngë valle këtë promovim që përbën një ngjarje të shënuar jo vetëm për Pukën, por për gjithë Shqipërinë. Jemi në promovimin e resortit Gjauri, një duartërkitje të fortë për këtë iniciativë që besoj do të sjellë një perlë të mrekullueshme jo vetëm për Pukën, por për gjithë Shqipërinë. Përshëndetje gjithë, motra të vëllezër Pukjan. Unë nga Gjauri, lindur në Xhaft të Pukës, i larguar për 35 vitesh tonë nga qyteti i Pukës në emigracion, mendova të kthehem në vendlinje për të vendosur një gur familje këtu në qytetin tim të bukur Pukë. Falenderoj Bashkimin e Pukës dhe kryetarin e Bashkisë Pukë, Rok Doda, që më dha mundësinë mua që të bëj këtë investim këtu në rrethin Pukë. Në qytetin që duhet t'ju shërbej vetes time dhe qytetit Pukës dhe gjithë fshatrave të Pukës në radhë. Dhe jam shumë krenar për qytetin tim dhe uroj që të gjithë njerëzit dhe biznesmenët që mundon që të bëjnë një gjë për Pukën të jenë mas miri gjithë dhe uroj gjithë për Pukën të zhvillim sa më shumë dhe të jem sa më krenar për vendin tim. Dua të falenderoj gjithë shokët dhe gjithë diasporat që kanë marrë pjesë këtu dhe veçanërisht dua të përshëndes shokët e mi që kanë marrë pjesë nga Anglia, kanë ardhur deri këtu, më kanë falenderuar shumë për pjesëmarrjen dhe vërtet jeni shumë falenderuar. E kaloshi sa më bukur sot e gjithë. Me në gjithë unë do ta nisi ndryshe sepse ma përron një farë një dite e vështirë e keqe. Kjo është një dite e mrekullueshme, shiu është për recet, unë luta që tjere shi. Dhe pensoj se ky recet do t'jetë një rrugë gjatë e mirë për Pukën, për turizmin dhe për gjithë ata që ju e dojnë Pukën. Dhe kjo ishte një ditë e cila e filloj me Gjaurt edhe besoj se si ata rinia e burë martohen që dojnë inshallah ke marrë komen zhakën edhe për ne tjerë. Këtë vend do të shuj një vend i shrejt, një vend i cili sot fillon rrugtimin e një turizmit të qenurueshëm jo vetëm për Pukën, por për të gjithë Shqipërinë dhe rajonin veçanti. Unë dëshiroj sot që famullat kanë varin e këtyne e udhëtimit për të arritë këtu në këte fillim punimesh. Investime tjera bëhen prej Pukjanëve, vërtet njerëzve që dojnë Pukën do t'jetë një hap i rëndësishëm dhe besoj që banorët këtu Puka në përgjithësi do e respektojnë, do e limojnë dhe do e përkrajnë jo vetëm sot, por edhe në ardhmen e implementimit e sukseshëm të këtij investimi. Si projektues të këtij kompleksi, jemi krenar që kemi qenë pjesë e këtij vizioni dhe do të vazhdojmë të punojmë me përkushtim që ai të realizohet me cilësinë më të lartë. Urojmë që punimet të ecin mbarë dhe ky projekt të kthehet në një histori suksesi për familjen Gjauri, për nesin projektues, për komunitetin dhe për të gjithë vizitorët që ta përjetojnë këtë vend. Në të ditë kaq të rëndësishme, jo vetëm për Pukën, por gjithë zonën e Veriut dhe për gjithë Shqipërinë. Në momenti ku inaugurohet një projekt i tillë, të një vlere të veçantë, që përfaqëson më shumë dhe më tepër se sa një investim. Ky investim është dëshmi e besimit te Puka dhe në ardhmja e saj. Ai është një mesazh i qartë se kjo zonë që e kemi gjithë të zemër, pa gjithë shka që i duhet për të bërë një destinacion i rëndësishëm turistik, jo vetëm Shqipëri, por edhe në Gjaur. Në këtë ditë dua të shpreh një vlerësim të veçantë për investitorët e projektit, vizioni, guximi dhe vullneti i tyre për të investuar në Pukë meritojnë respekt dhe mirënjohje. Në biznesmen, uroj marrë të mirë për ju, ju keni pa përshëndet dhe falenderoj për
Shiu bashkia Puk, sepse bashkia Puk kishte në të bëjë. U prit sa më marë. Të dashur vëllezër e motra, dëshiroj vetëm thjesht të falenderoj Zotin për këtë mundësi, sepse në Puk i dashur Agon për e drejtuar mua sepse ju e përmenemi, pse keni shumë vëllezër të tjerë, por në Puk ja dëgjoj shumë për investime, por me të krishterët kena diçka të veçantë se them përveç fjalë na duhen edhe veprat. Kështu që ju falenderojmë që sot jeni të bërë veprat. Kështu se gjithashtu ju uroj më shumë përgjithësi ashtu sikurse më ka kërkuar Zoti më shumë vllazni, babën e nanën. Pastaj uroj që të bëjmë këtë vërtetim si të kësaj pune, uroj që Zoti gjithmonë të shoqërojë me bekimin e vetëm në hyrje të vetë se bëni sa më shumë për të rësë punëpunikën e prezent. Është një nder i veçantë që sot të bashkohemi sot në këtë vend për një program kaq madhështor, një resort, siç është resorti i Gjaurit. Ashtu siç i ka thënë familjes madhe Gjaurit, unë nuk do të flas shumë. Zoti përkof këtë familje, ju e të marë, gjithë dhe familjarisht, e trashëgoshit Brespas Brezi, dhe Zoti përkof Pukën, muslimane katolik, e gjithë Shqipërinë barë, ku dëshën jetë. Momenti më simbolik ishte hedhja e dy gurve të parë të themelit të resortit nga kryetari i Bashkisë së Pukës dhe Agron Gjauri, duke shënuar zyrtarisht nisjen e këtij projekti të rëndësishëm. Pas përshëndetjeve dhe urimeve, atmosfera mori ngjyrat e fesës, programi artistik, këngët dhe valle popullore krijuan një atmosferë të ngrohtë ku banorët dhe mysafirët festuan së bashku. Unë prej lezhës sot kam dal, Gon Gjauri më ka shu fjal, hajde nalu bri qytetit, bashku i thonë shafa qëretit, mu ba zemra mal në këtë dit, me gjithë shpirt e kina prit, t'ja urojmë punën këti buri, në këtë resort të vlezërve Gjauri. Për bri rrugës në këto fushat të gjana, do të mbrizojnë këto orë e zana, ka me unalë këto gjdo shtektar, në restorant e në kafe bar. Kush me bujt nër këto godina, kush me ba not nër pishina, me ju knash bashkë kokra shpirtit, kush me u knash në fushat tenisit. Kemi mbështetjen njëri tjetrit se cili, do më thonë, ne japim kontributin e njëri tjetrit, jemi krah njëri tjetrit, e kemi arrit deri këtu, do më thonë ku jemi. Punimet e kanë 36 muaj, fatikisht nga data e dhënies së Bashkisë Lejes, kompaninë Drini këtu në Puk kemi këtë marrëveshjen e kompanisë ndërtimit.
Mes të ftuarve ishin edhe këngëtaret shkodrane, të cilat kishin bërritur së bashku me një grup vizitorësh nga Shkodra, të organizuar nga agjencia turistike Lida Travel. Prania e tyre i dha fesës edhe më shumë gjallëri, duke e kthyer këtë aktivitet në një takim miq, bashkëpunëtorësh dhe dashamirësish të Pukës. Festa vazhdoi deri në orët e pasdites mes muzikës, valleve dhe urimeve për mbarësi. Gjauri Resort sapo ka nisur rrugtimin e tij, një investim që pritet të sjellë vende të reja pune, të pasurojë ofertën turistike dhe të vendosë një tjetër pikë në hartën e zhvillimit të kësaj treve. Aty ku një ëndër e nisur në emigracion sot po ndërton të ardhmen. Qafqereti sot është vetëm fillimi, sepse kur investimi takohet me natyrën, kur sipërmarrja bashkohet me vizionin dhe kur ata që kanë sukses larg zgjedhin të investojnë në vendin e tyre, atëherë një territor nis të ndryshojë dhe Puka duket se po shkruan një kapitull të ri, një kapitull që sapo ka nisur.